Jozefi në librat e shenjtë trajtohet si një person shumë i rëndësishëm në të gjitha burimet hebre, krishtera dhe muslimane. Jozefi ishte një sklav, djali i Izraelit. Ku vëllezërit e hodhën në grop, u shit për sklav, se ta kundën se vdiq, dhe ky përfundon në burg për shkak se akuzohet pa drejt që kishte ngacmuar gruan e pronarit. Në një moment, faraoni shef ëndrrën e famshme që 7 lop të dopta po hanin 7 lop të shëndetshme. Dhe kërkoi që t'i shpjegohet kjo ëndër nga magjistarët e tij. Pra nga klerikët e tij. Të cilët ngecën. Pastaj pa një ëndër tjetër që 7 kallinj të dobët po hanin 7 kallinj plot. Dhe askush s'jepte përgjigje. Në një moment, guzhinjeri i tij, që kishte përfunduar gabimisht në burg dhe kishte dalë nga burgu, i thot: "Unë njoh një sklav që është në burg, i cili shpjegon ëndrat." E thret faraoni. Dhe i thot: "Kam parë këtë ëndër, po ma dhe përgjigjen të fal jetën. Po ashtu do vdesë se e ke marrë vendimin për vdekje." Dhe ky i thot: "Unë do ta shpjegoj ty", thot. Dhe ja shpjegon faraonit. Dhe i thot që do kesh 7 vit bollëk dhe 7 vit zibuke. Tani ka shumë rëndësi kjo fjala zibuke, se shpjeguar gabimisht në të gjithë interpretimet, sikur i thot thatësir. Që nuk është thatësir. Për çfarë është zia bukës? Pra të rrim tash. Unë kam studiuar me shumë vëmendje këtë tezë për muaj të tërë. Këtë moment të librave të shenjtë, duke krahasuar në të gjithë format e shpjeguara nga gjithë librat e shenjtë. Në thelb, ne kemi të bëjmë një teori të çuditshme ku sklavi që shpjegon një ëndër bëhet kryeminist. Kjo është pa sens. Në çdo lloj kuptim të fjalës. Sklavi mund të bëhet këshilltar, sepse ka ide. Po s'ka arsye të bëhet kryeminist. Sepse sklav nuk ka njohuri, nuk ka aftësi, nuk ka peshë, nuk është kurkushi. Ndërkohë që si sklav do shërben në mënyrë perfekte si këshilltar. Sepse në varësi të këshillave të tija, është dhënë kontrollin që po nuk ishte këshillat e mira, shkon për shele apo jo. Po jo kryeminist. Së superfuqishëm. Ka gjithçka në dorë. Tani ky bëhet kryeminist. Menjëherë. Dhe këtu ka një çudi të madhe. Si mund të bëhet kryeminist sklavi? Po pse bëhet kryeminist? Që të shpëtoj mbretërinë nga zia e bukës apo jo? Këtu ka gjë që nuk shkon. Në gjithë gjë që kam lexuar, në raport se ishte interpretuar, jo me atë që është thënë, është e saktë. Ky njeri, në fakt i thot faraonit, si do e bëj super të pushtetshëm, duke ndryshuar historinë e botës. Ti sistemi të parë politik në botë, ku populli i lirë me një mbret kthehet në popull sklevrësh të mbretit. Ky është projekti më i madh politik në historinë e botës, i cili është zbatuar në mënyrë të detajuar në të gjitha sistemet politike në shekullin e 20. Njerëzit janë të lirë dhe pranojnë të bëhen sklevrë. Çfarë do thotë kjo? Se këtu do analizoj për të kuptuar miga dhe konceptin e gjithë këtij sistemi kontrolli politik në Amerikë, sepse shqyrë zote kemi dhe mengesat. Kjo është hera parë që paraqitet një tezë e tillë. Unë kam kërkuar për ta lexuar dhe nuk kam gjetur askund. Për faktin se i bin anës se kanë frikë flas. Ka pak që e përmendin, por nuk i hyn duke bërë skanimin detaj pas detaj. Në fakt në Izrael, në Egjipt nuk ka asnjë shans këtë thatësir. Dhe në të gjitha interpretimet që i bëhet flitet për thatësir. Pse nuk ka shans për thatësir? Sepse është thatësir. Kur themi ne s'ka krizë në Shqipëri, pse? Se Shqipëria është në krizë. S'ka presësh një krizë. Ai Egjipti është vend i thatë. Nuk bazohet nga qielli, duke pa lart kur do bjerë shi. Por nga lumi, që është lumi Nil, që shpërndahet në bujqësi. Ku e ka fuqinë e madhe Egjipti në historinë e botës? Ka aftësia për të përdorur Nilin në kanalizime, kullime, për të ndërtuar bonifikim tokash për të marrë në ujë, për të mbjellë. Dhe un kam hyrë deri në psikopatinë e kërkimit gjeologjik, klimaterik të kohërave, se kur ka ndodhur ndonjëherë një 7 vjeçar, a mund të ndodhte dot? Nuk mund të ndodhte dot. Në periudhën për cilën flas, që është koha e 1700-s para Kristit. Si kohë. 1800 diçka aty. Tani koncepti është që nuk ka asnjë gjurmë që të jetë shpikur një thatësire shkaktuar nga lart, poshtë apo nga poshtë. Pra uji ka pas, toka ka pas. Pra shkaku i zizbukës nuk mund të jetë thatësira në tokë që vjen nga uji i lumit apo vjen nga qielli nga mungesa e shiut. Por shkaktohet nga shkaqet të dyta, që mund të jetë zjarri, mund të jenë sëmundjet e bimëve, mund të jenë
shkatërimet e bimëve, mund të jenë buburrecat, karkalecat, bukur, që quhen armë biologjike në perspektivën e botës. Po një nga akuzat që i bëhet dërkucave është për hapje smundjeve, mos harrojmë këtë gjë. Helmimi puseve etj etj. Këto i kanë bërë pas bërë mira vjet që i kanë përzën. Tani rrim këtu. Kemi një sklav që thotë do kesh 7 vjet bollik, pra kemi kohë 7 vjet ta zgjidhim këtë problem. Dhe një problem do të ndodhin 7 vjet tjera. Problemi është që sipas librave të shenjtë, ne kemi vetëm 10 vjet në analizë. Jo 14 vjet. Po 4 vjet ku janë apo? Se ekzistojnë. Pse? Sepse s'ka pas. Kriza është artificiale. Nuk ka ekzistuar asnjë krizë. Po cili është qëllimi që kanë shpjeguar? Për prodhuar për herë të parë në historinë e botës sistemin e parë politik që njerëzit e lirë të një mbretërie pranojnë të bëhen sklavër të mbretit, duke humbur gjithçka, duke dhënë mbretit gjithçka. Sklavëria deri në shekullin për cilin flasim, konsiderohej prodhuar nga luftrat, nga robërit e luftës, nga plaçshkitjet dhe nga tregtia e sklavërve. Apo nga gjeneratat e sklavëve. Pra, baba që lind, nona që lind dhe del një sklavëri. Kupton logjikën? Dy prindës sklavë. Afrika është djepi sklavërisë botërore. Që është edhe kontinenti më i bukur që mund të ekzistojë. Dhe më i madh në planet. Dhe më i madh. Që duket i vogël në art, po është gabim harta. Po. Është jo pa qëllim. Është kapja e pamjes. Nga bie, nga shkon dhe duket e vogël. Ajo është sa e madhe është Afrika. Tani koncepti që është më interesant në këtë pjesën e sklavit është që ai vendos si kryeministër që të taksoj të gjithë popullin e Egjiptit me 1/5 e prodhimit që të japi dhurat faraonit. Po. Sepse ka bollik te pricat që quhen. Po. Dhe ndërton magazina në gjithë Egjiptin. Po. Të gjitha magazinat mbledhin 1/5 e çdo viti. Në 7 vjet ti e kupton që këto magazina kanë mbledhur 1/5 e herë 7, që bie një 2-3 vjet ushqim apo jo? Po. Sa që është në fakt loja. Po. Dhe në 7 vjet, kur ky i merr popullit 1/5 e prodhimit falas, po, vjen tash realizim profecisë. Se janë përgatitur gjithë për këtë gjë. Pra duhet të ketë krizë buke, dhe ka krizë buke. Se se qysh nuk thuhet. Në asnjë libër të shenjtë si u shkaktua kriza, thjesht erdhi. Erdhi diçka që nuk ka asnjë shkak të ndodh. Por do ta prodhojmë si? Ka 1000 forma. Unë kam interesuar kush mund të jenë format. Kam kërkuar me inteligjencë artificiale të gjitha mundësitë e prodhimit në Egjipt, projeksionet inxhinierike të Egjiptit, në kuptim klimaterik, ekonomik, bujqësor, agronomi, çdo lloj gjë, të gjitha format, dhe nuk del një zgjidhje përveç zgjidhjeve artificiale ose natyrale. Çdo thot artificiale ose natyrale. Në karkalet që nuk përmendet, ndonjë smundje bime që nuk përmendet, ndonjë zjarr që nuk përmendet. Por ama dim që fillon kriza e bukës. Çfarë ndodh popullit e Egjiptit? Vinë të gjithë populli i Egjiptit para kryeministrit, që është Josefi, djali i Izraelit. Dhe thonë, ne nuk kemi të ham, do vdesim. Ju thot, mund të mos keni ç'të hani, por ju mund ta blini atë që mund të hani. Ju mund ta blini atë që mund të hani. Pyetja është, a i thot vërtet kështu? Unë kam bërë llogaritë ekonomike dhe statistikore, s'mdel. Nuk i thot do i bleni. Konfiskim totalisht i çdo pasurie të çdo kujt i gjithë popullit të Egjiptit që quhet paraja, floriri dhe çdo mjet tjetër financiar. Domethënë, ti shpend ke 10 kalamoj. Po. Un kam 7. Po. Po un kam 10 fishën e pasurisë tate. Si ka mundësi që të gjitha paratë e mia, që kam shumë pasuri, dorëzohen për të marrë ushqim që unë do ushqej më pak se ty, ndërkohë ti do marrësh për të ushqyer që ke më shumë se unë. Po ndërkohë s'ke pasuri për dëm. Pra ka një gjë që s'shkon. Po. Familja egjiptiane do t'i japi mbretit, pra faraonit, në këtë rast kryeministrit, Josefit, do t'i dorëzojë të gjithë pasurinë e tij financiare. Kështu thuhet. Që do thotë ka mos korrespondens, nuk i kemi gjithë paratë i soj. Ama stomaket i soj i kemi. Madje mund të kem dhe më pak se ty stomake për të ushqyer, po ngelen pa para në fund fare. Që do thotë ka dalë një ligj, cili konfiskon gjithë pasurinë financiare të çdo egjiptiani. Po. Sepse nuk kemi shpendin që ka, po themi, një 10 kile para, ar, po themi, dhe atini që ka 200 kile ar, ndërkohë atini ka më pak gojë për të ushqyer, për të mos vdekur nga uria, dhe shpendi ka më pak. Pra të dyve na e marrin gjithçka që kemi.
Kjo ka ndodhur në Amerikë nga Morgenthau në 1936 dhe 34. Tani lidhja me diskurin Taksat. Jemi ka Anglia e re që bëhet vendi i njerëzve që s'duan me paguta dhe kthehet në Amerikë. Dhe kjo Amerika e krishterë protestante merr një vendim që parat do t'i kenë banka, do t'i kenë hebrejt, politikën dhe prodhimin e kanë protestantët. Pastaj vijnë katolikët. Pastaj më vonë vijnë tjerët. Ndërkohë kemi skleverit, apo në vitin 1780 kur bë revolucioni amerikan, u bë se duhen pagu taksa, nuk pagunin taksa amerikanët, s'kan pagu 200 vjet taksa. Për herë të parë do paguajnë taksa dhe fillojnë këtë me Floririn në 1934 me Morgenthau, ku del një ligj në Amerikë që çdo ar që ka qytetari amerikan është i paligjshëm po se dorëzojnë bank. Ka ndodhur në Amerikë kjo. Në vendin e lirisë, në vendin e vendeve që s'paguajnë taksa. I fusin në burg po të mos dorëzonin gjithë Floririn që kishin bank. Në Amerikë. Po pse lidhet kjo me Floririn Ova? Ja fillojmë këtu, se këtu është. Mbasi del vendimi se u bë dhe një gjyq i famshëm në Amerikë, ku një biznesmen tha unë refuzoj, tha dhe çon gjykat lart dhe e humbi. Shteti ka monopolin e marrjes të gjithë Floririt të vendit dhe e merr në bank. Dhe çfarë bën bankat atë? Sa po e morën? I ulën vlerën 33%. Po. Siç ka ndodhur në Itali, me Sorosin e kompani, në 1993 ka shpjeguar ky Kraksi para vdekjes, si rrëzuan Kraksi për këtë qëllim, që i ulën vlerën 1/3 gjithë pasurisë italiane të liretës, kurse me euron i ulën edhe 1/3 tjetër. Dhe në Amerikë, në 1934, i gjithë populli amerikan dorëzoi Floririn në bankat e këtyre dërkucëve dhe këta i morën me 1/3 e vlerës. Amerikanë nuk ishte drejt marrë Florin në shtëpi. Siç ka bën Enver Hoxha, që u mori qypat me Florin. Edhe tha i vodi togu. Siç e bëri Stalin, ai Lenini me Trotskin, dërkuestë e Rusisë me gjithë Rusinë. Ky është projekt eskatologjik i kontrollit të dërkuesve ndaj të tjerëve. Dhe kush janë dërkuesit? Elita. Mos e harroni, jo popujt. Popujt janë vetë sklever, janë vetë viktima. Tani fillon çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi në momentin e parë? Populli dha gjithë Floririn. Gjithë paranë. Dhe në atë moment s'kishte më para, se ka rëndësi që shpjegohet në ngjarjen e një fjalie më pas në librat e shenjtë. Iku viti i parë, morën grur, hëngrën dhe vinë mas një viti prapë. Tashmë s'kishte mas një pasuri. Siç ka ndodhur në vendosjen e socializmit dhe keynesianizmit kudo në botë, Bashkimin Evropian, në Amerikë e kudo tjetër. Po nga dërkucët. Në vitin e dytë të krizës së urisë, që thash, nuk dihet se nga shkaktohet, nuk thuhet më asgjë, se thacira ishte rrend, se s'u ndodhi, s'ka kuptim. Ata vinë thore, pare s'kemi. Grur s'kemi, do vdesim urie tash. Mos harro, ça gruri u dha, atë që u mori pa lek. Një pestë në magazin. Shperl. Këta i thot ky Jozefi, thot, ju s'keni para tash. Po ju s'kemi. Po ju keni kafsh. Qa është kafsha, se këtu ka rëndësi tash. Mjet pune, ma? Ja, është më shumë. Është pjesëtar i familjes. Ti i bledh pra parat nëpërmjet kafshës. Po, është ekonomia e familjes. Ti me kafshën punon tokën, me kafshën transporton mallrat, me kafshën transportosh dhe me kafshën ushqesh, merr bulmet vëlla. Po ha dhe mish. Dhe i thot ju keni kafsh. Sa po vajtën 503 veta avokat. Tani ti shpend, gëzim. Ti shpend, mund të kesh 10 bakti, un kam 20. Puna është që un kam 7 kalamaj, ti ke 10. Po i së do i humbasim kafshët. Pra nuk është blerje. Se duhet ka rëndësi kjo. Nuk është se po japin kafshët po marrin grur. Po konfiskohen kafshët që të hajnë grur. Pra këtyre që u morën 1/5 e prodhimit 7 vite bollikut, shpikën një krizë, me të cilën i morën fillimisht paran, arin, pastaj marrin dhe baktin. Dhe këta prap ushqen, apo jo? Iku viti i dytë. Vjen viti i tretë. Me çaj ushqyen? Me gruin që kishin marrë pa lek. Në vitin e tretë, njerëzit e lirë gjithë. Këta vijnë prap tani. Më fal thot, po ne nuk kemi as para. As kafshë do vdesim urie. Çka kuptimi pati? Dhe këtu i thot ai, se këtu është perla. Thot, ju vërtet nuk keni më para, se ja u morëm. Ja dham faraonit. Ju vërtet nuk keni më kafsh. Se ja u morë edhe ato. Por ju keni tokë. Keni dhe liri. Ju sot do të mjepni të gjithë tokat tuaja.
Kush dyshon mund të futet librat e shenjtë në inteligjencë artificiale, të hapi vetë librat e shenjtë, të verifikoj për çdo gërm që them. Dhe i thot, Bëni, ha? do më jepni lirinë dhe tokën. Dhe unë do t'ju jap grur të faraonit që ju ta mbillni për faraonin dhe për vete. Sepse tashmë ju do t'i paguani faraonit si pronari i tokës 1/5 në prodhimit çdo vit. Dhe në këtë moment ata si herën e parë, dëgjoj se shumë e rëndësishme, kemi libra të shenjtë, në gjithë librat e shenjtë. Po. Edhe herën e dytë, tashmë dhe herën e tretë ikin të lumtur, që po dorëzojnë edhe lirinë, por të ushqyer me grurin e tyre, që au kishin marrë pa lek, dhe tash do ta mbillnin, se mbaron dhe kriza, se tash do të mbillin këta, do ka 7 vjet, e ke parasysh. Sa që kishte edhe magazina ushqim për këta. Por ndërkohë, ti mund të kesh 10 hektar tokë. Unë kam vetëm 2 hektar tokë. Si imja, si jote, u morën gjitha. Pare se 2 stomaç që kemi. Që do të prapë nuk është blerje, por është konfiskim. A ka ndodhur në Bashkimin Sovjetik? Po. Apo ndodh tashmë në Angli me ligjet e reja kundër pronës të fshat? Po. Apo dalin fshatarët francezë po u vrasin lopët që po luftojnë? Po, e njëjta gjë është. Po është e njëjta gjë, është projekt skatologjik, është projekt i ndërkucave të Putinit. Është projekt i shkruar në librat e shenjtë se si një popull i lirë mund të bëhet një popull sklev dhe krijohet shoqëria e parë totalitare e njerëzve të lirë që pranojnë të bëhen sklev me dëshirën e tyre. Janë të lumtur kur ikin. Ose detyruar. Jo, ke gabim. Lexo librat e shenjtë, ikin të lumtur. Ky është Nga buron kjo lloj lumturie. nga manipulimi. Pse? Se këtu fillon sekreti. Kur u konfiskuan 7 vjet, 1/5, Po? u përjashtua nga kjo gjë kleri. Dhe kur u bën sklever këta tjerët, që dhan arin, kafshën, pastaj tokën dhe lirin, u përjashtua kleri. Pse? A mund të bëj pa klerin kjo punë? Jo. Manipulimi. Një nga pikat, një nga 3 argumentat është për Charlie Kirk, Prit. është se Më pres logjik. Okej. Tani çfarë ndodhi këtu? Se këtu është e bukur e historia. Ndërkohë që kleri u përjashtua, ndodhi një ngjarje e jashtëzakonshme që ka të bëjë me skatologjinë. Jozefi, shef që i vin për të kërkuar ushqim, vëllezërit e tij që i kishin hedhur në grop. Dhe që përfundon për ta vrarë, për ta hequr qafe se kishin xheloz ndaj tij, dhe ishin 11, se janë 12 fiset e Izraelit tash. Po. Dhe vin vëllezërit dhe ky ndërton një marrëdhënie loje me ta, që ata nuk e dinin, si që të takoj Jatin. Dhe u merr peng vllajin e vogël, Po. që Jati donte shumë dhe vjen dhe Jati. Dhe mbasi bëri ato lorat, jo po gjëra kishin vjedhur diçka e tjerë, u prezantohet se kush është. Që unë jam djali jot, i thot Izraelit, dhe i thot vëllezërve vetëm jam ai që hodhet në grop. Por mëshira e tij fiksohet tash. Po. Dhe dashuria e tij për familjen i bën një ofertë të çuditshme Izraelit, babait pra, se këtu ka dalë emri Izraelit, dhe fëmijëve të tij që do t'i mbaj në tokën më të mirë të Egjiptit si njerëz të lirë. E sekond. Gjithu bën sklever apo? Po. Kleri jo. Po. Se duhet dikush t'i marrë popullin kontroll. Kurse këta të familjes vet do të jetojnë si njerëz të lirë me skleverëve që u i bëri ky sklever. Fiksohet tash, s'ka rëndësi kjo gjë. Dhe i merr të gjithë këta dhe i çon në tokën më të mirë të Egjiptit që ndodhet në deltën e Nilit. Ja harrova emrin e qytetit. Dhe çuditërisht, mas 400 vjetësh, kur vjen historia e Mojsiut, këta janë 2.8 milion njerëz. Nga 85 vjet në 400 vjet nuk ndodh kurrë. Ka gjë që shkon. 2.8 milion është Izraeli i madh gati në vitet 1970, se janë shumë. Koncepti 2.8 milion është i pakuptim, po del me shifra të përllogaritur nga librat e shenjtë. Po. Dhe 2.8 milion njerëz nuk mund të jenë fëmijët e 84 vetëve. S'ka shanse për 400 vjet, nuk u ndodh dot. Që do thot, nuk ka të bëjë vetëm me familjen e Izraelit, po ka të bëjë me të gjithë njerëzit e Izraelit të ardhshëm. Pra, popujt. U kryen një popull në bet një eksodi të madh që vjen nga zona e Kananit dhe vjen drejt Egjiptit për të jetuar si njerëz të lirë, kur të gjithë janë bërë sklever, po nga këta. Dhe kjo të kujton ty se si e gjithë elita, burokracia e bolshevizmit ishin me intelektual jude.
Gjithë partia komuniste bolshevike ishte parti judaike bolshevike. Trotski e këta ishin vetëm figurat që ne njohim, por ishin shumica dërmuese jude të Rusisë që vranë të gjithë krishterët e pasur dhe të mençur të Rusisë. Dhe kur e pyetën Putinin për historinë e Leninit, të revolucionit bolshevik, ai tha, ishte një agent anti-ruse ndërkombëtare. Ky është përcaktimi që ka bërë ai për revolucionin bolshevik, Putini. Që vjen nga KGB-ja. Se i ka dhe me letra, se ne i kemi me dëgjume. Ai ka me dokumenta. Tani fillojmë tash këtu analizën. Çfarë ndodhi në momentin që populli i lirë i Egjiptit pranuan të bëhen sklever. Ndërkohë kleri ndeti i lirë, hante në kurriz të tjerëve, ndërkohë u krijua një popull brenda popullit, që ishte populli i Izraelit, brenda në Egjipt, që në 400 vjet jetoi populli i lirë. I lirë si popull. Dhe unë në një podcast do të shpjegoj historinë e Mojsiut, që është akoma dhe më interesante, po s'na hyn në mes në këtë moment që po analizojmë migën dhe magën. Pse ke ndërmend ti kështu? Jo, po, është histori interesante e gjatë dhe ajo që ka të bëjë me eksodin e vërtet, pralla dhe gënjeshtra që na interpretojnë dhe faktësisht të shkruan libra që shkret ndryshe. Koncepti pra është që për të siguruar mirëqenie familjes së vet, Jozefi, që në fakt rezulton krijimin e një populli për të parë që del në historinë e botës, populli i Izraelit, ai sklavroi popullin e Egjiptit për llogarit faraonit, në dakordsi me klerin dhe me burokracinë e faraonit. E ktheu popullin më të lirë në botë, në perandorinë më të fuqishme në botë, më të zhvilluar në botë ishte Egjiptit, dhe që nga ajo kohë fillon dekadenca në Egjipt, në popullin e sklevrëve. Sepse një regjim sklevrish nuk mund të prodhoj kur madhështi. Roma e lash, ku e kishte fuqinë? Që ishte njerëz të lirë. Dhe pikërisht për të kënaqur njerëz të lirë, shpiku dhe edhe atë lorat e gladiatorëve, Circusen Pane, që edhe të varfrit e lirë të gëzonin sikur ishin të privilegjuar për të jetuar në madhështinë e spektaklit, që është hera e parë në historinë e botës e shoqërisë spektaklit, Roma e lashtë. Më vonë. Tani rrim këtu. Çfarë ndodhi realisht? Në fillim shpikin krizën. Pasi shpikin krizën, shpikin nevojën. Të marrin në fillim paran, pastaj të drejtën e lëvizjes që shkafsha, apo të punës apo të ushqimit, dhe në fund fare çfarë të marrin? Tokën dhe lirinë, dhe t'jep me qef në 3 rastet. A ka ndodhur kjo në Europë dhe në Amerikë këto 100 vjet? 100% i saj. Në 100 vjet e fundit është përsëritur ky skenar, duke shpikur kriza dhe taksa, dhe konfiskime, dhe të drejta mbi pronën. Dhe ne jetojmë në një botë që ti s'ke më pronar, të gjitha drejtat e pronës i kanë marrë ata. Dhe popujt janë të gjithë skllavruar. Dhe unë kur shoh Shqipërinë dhe shoh botën, unë qesh në kuptimin e keq të fjalës, jo të mirë, me sarkazëm se sa tragjik është ky shekull që po jetojmë, po dhe sa dinamik, për shkak të vetmes gjë, të egjiptianëve të lash budallej, të evropianëve sot me budallej, të amerikanëve sot me budallej. Pra ka të bëjë me budallikun njerëzor që bëhet lavazhi nëpërmjet kontrollit ideologjik që na të kohë bësh nëpërmjet fesë. Tani fillojmë këtu. Çfarë ndodh? Në Egjiptin e lashtë u krijua një krizë dhe u sklavrua një popull. Në Europën dhe Amerikën e sotme u krijua një krizë dhe u sklavrua një popull. Hym në Amerikë tani, ke maga miga. Në vitin 34, Amerika fillon dhe fut taksat. Më dëgjoj me vëmendje. Amerika fillon dhe fut taksat. Mos u habisni. Taksat janë përdorur vetëm për luftë. Pra kur ka bërë luftë me Meksikën Amerika, kur ka bërë një luftë, ka marrë sa taksa për luftë. Se s'kishte taksa. Nuk paguajnë amerikan taksa. Ishin njerëz të lirë. Qeverisë federale. Njerëzit kanë filluar të reagojnë që bie në kundërshti këtë që thua për Jusufin me Kur'anin dot. Edhe kanë dalë shumë njerëz kundër. Po e di sepse po flas për një temë e cila është shumë delikate, por un po shpjegoj që në qoftë se më kundërshtoni, më gjeni në cilën fjalë ka folur gabim. Unë ju referova Torahut, gërm për gërm, ju referova Biblës, gërm për gërm, por kam parë që në Kur'an këto nuk përjashtohen. Nuk përjashtohen. Në qoftë se dikush thotë që Altini ka thënë që në këtë gjë nuk ka ndodhur, ka ndodhur gjë tjetër, pra nuk u gëzuan ata që e morën, që e dhuruan skllavrinë e tyre. Dhe Kur'ani nuk po lavdron kënd, po tregon modelin. Se këtë nuk e kuptojnë dot ata. Si kanë bërë lavazh truri botror më gjithë njerëzve. Nuk e kuptojnë dot që në Kur'an nuk po lavdrohet veprimi i Jusufit. Po tregohet se si ndodh veprimi. Librat e shenjta që ne të mësojmë historinë, po të mësojmë fakt realitetin.
Dhe unë e kam mësuar nga Kurani, nga Biblia dhe nga Tora të vërtetën. Ata, unë kam lexuar ata, nuk kam bërë si thosh leximin tim, po është e atyre. Problemi është që këta e kanë lexuar siç u kanë tregu. Të njëjtën gjë. Më gjej një fjalë që kam thënë gabim. Librat e shenjtë na shpjegojnë se si të mos bëjmë gabime vëlla. Ma kupton logjika. Librat e shenjtë kanë treguar si bëhet një shoqëri totalitare. Nuk na ka thënë duhet ta bëni. Ka thënë si bëhet, që ti ta mësosh, dhe ata se kuptojnë. Le të dali dikush të më thotë që unë kam folur një fjalë gabim te ky histori që tregova. Pra që nuk ka ndodhur e shkruar kjo gjë që më tregoj. Tani çfarë ndodh thu? Se këtu është që të krijojë Izraeli në Egjipt, që të jetonte në kurriz të Egjiptit, u shpik kriza, po u shpik dhe pushteti total i perandorit, faraonit, i cili prodhoi popullin e skleverëve egjiptian dhe popullin e lirë të familjes së kryeministrit. Që do thot skema e kapjes pushtetit që të kontrollosh një vend. Marrim Amerikën 34. Morgenthau fillon dhe fut politikën e taksave. Deri në ato bëhesh vetë për luftë. Pak nga pak Amerika marrë luftën e dytë, taksat vetëm u shtuan. Amerikë çdo gjë është taks. Sot amerikani jeton në një botë taksash me një burokraci federale gjigande. Dhe të gjitha paratë janë përdorur për bërë luftrat e Izraelit 30 vjet e fundit. Ta shpjegojmë këtë. Edhe lufta e dytë botërore kur u fut Amerika, edhe lufta e parë botërore, ishin bankat amerikane që e shtyn Amerikën në luftë që ishte e tyre. U derdh gjaku amerikan që të vendosë kontrolli i bankave në botë. Dhe të gjitha luftrat, të gjitha politikat, të gjitha ngjarjet politike botërore kanë qenë një luftë bankare në thelb e sistemit taksave, të kontrollit financiar, të kontrollit tregjeve që prodhojnë këtë krizë që ne sot kemi në Amerikë, 85 milion të varfër. 35 milion me shifra zyrtare të varfërisë ekstreme dhe 45 milion me aftësi papaguese. Që do thotë shkon amerikani sotëm i bardh në dyqan dhe vendos do blej ilaçe apo ushqime. Se si blen të dyja. Ndërkohë pse blen ilaçet? Se është populli më i smur në botë. Koncepti për hapjes smundjeve. Populli më i smur në planetin Tokë me smundje kronike është shteti amerikan, kombi amerikan. Është fakt. Fëmijët më të smur në planet me smundje kronike, fëmijët amerikan. Kanë përhapur smundje, kanë vrarë perspektivën e një Amerike ku një çift i ri, çun dhe goc në Amerikë, nuk u shkon mend blen një shtëpi për të martohen. Nuk u shkon mend, nuk u del llogaria. Dhe Amerika sot është në një krizë pse? Se kanë kapur gjithë tregun, kanë kapur tokat, kanë kapur imobiliaret, kanë kapur bankat, kanë shtuar taksat, kanë fut kredi të çmendura, ato që flasin në Shqipëri kanë ndodhur gjithë në Amerikë dhe në Evropë. Kredi, çajin gjithë osudet e Shqipërisë, gjithë në Amerikë vëlla, me 600% norma interesit. Dhe krijimi i krizave, siç e ka shpjeguar një nga autorët më të mëdhenj japonez. Nga autorët më të mëdhenj anglez. Në Japoni që mbahet koka financiare e shpëtimit të Japonisë nga goditjet e Wall Streetit që i bën me qëllim Japonisë, pra nga City of London dhe nga Wall Streeti, që i bën Japonisë që në vitet 91, 92, 93, ka shpjeguar që çdo krizë që ne kemi parë në 100 vjet e fundit është një lojë bankare e këtyre dërkuesve të Putinit, që thot Putini, është një lojë e tyre për të monopolizuar tregjet, shkatërruar pasurinë duke shpikur një skem fantastike kur falimenton një bank, ti humbet pasurinë, por jo borxhin. Sepse ti bankat futen në kriza që ti të humbasësh të ardhurat, por të ngelesh borxh dy fish. Ke banka e re që e blen, se ajo blen vetëm pjesën tënde, po nuk të jep më ty atë që humbe. Dhe kjo sistem i krizave që prodhon luftra e varfërinë e 2008 e gjithkohës, e janë gjitha pjesë e një loje të madhe, ku Amerika pak nga pak ka degraduar në një vend që po vdes si perandori dhe e quajnë vdekja e perandorisë amerikane në të gjitha format. Dhe Trumpi në 2016 kur erdhi, zori sloganin Make America Great Again për të ringjallur atë që po vdes. Dhe pyetja është, a do ta ringjall? Do varet vetëm nga raporti MAGA-MIGA. Këtu varet gjithë ardhmja e botës dhe Amerikës.